Pensionistët në mars do të marrin një rritje prej 1000 denarësh në pensione. Mbetet harmonizimi linear, është i prerë kryeministri Hristian Mickoski. Sipas tij, me këtë u zvoglua hendeku dhe u rrit shpërndarja e drejtë të ardhurave, ndërsa u ul edhe niveli i varfërisë, sepse statistikat treguan se pensionistët janë grupi më i varfër i qytetarëve. Deri në prill 2026, së bashku me rritjen e mëparshme, rritja totale lineare e pensioneve do të jetë 7.000 denar dhe nuk do të ketë pensione më pak se 15.000 denar, thot kryeministri. 150.000 penzioneri pred da počne ova linearno zgolemuanje ima penziji koji što bea okolo 10 do 12.000 денари. 150.000 пензионери од 330.000. Што значи дека сега тие веќе со овие 7.000 денари линеарно зголемување немаат пензија која што е под 15.000 денари, односно тие се движат од 17 до 19.000 денари. И како влада ќе продолжиме во таа насока. I pyetur nëse gjykata kushtetuese mund të ndalonte rritjen lineare të pensioneve, Mickoski tha se nuk do të komentonte vendimet e kushtetueses. Ligji për rritjen e lineare të pensioneve u miratua në kuvent më 24 korrik me 79 vota për, pas së cilës ai u kontestua para gjykatës kushtetuese. Para vitit të ri, kushtetuesja nuk mori vendim për heqjen e rritjes lineare të pensioneve, sepse propozimi nuk kishte shumicë votash. Çështja me të cilën kontestohet rritja e fundit lineare e pensioneve do të shqyrtohet përsëri pas plotësimit të përbërjes gjyqësore. Судот поведе постапка и изрази сомнеж во уставноста на одредбите од Законот за пензиско и инвалидско, меѓутоа на денешната седница гласовите се поделија и резултатот е 4-4, што значи дека нема одлука. Таа одлука ќе чека доаѓањето на нови судии. Me këtë pensionistët morën nga 1.000 denar në shtator 2025 dhe duhet të marrin edhe 1.000 denar në mars të këtij viti. Më parë, pensionistët morën 2 rritje lineare nga 2.500 denar secila.